që prej vitit 2018 gjykata kushtetuese e ka ndryshuar standardin e pranimit dhe adresimit të çështjeve në gjykatën kushtetuese. Për shembull, në vitin e detyrës së mundët. Në vitin Kuvend s'ka, kush? 2011 gjykatës kushtetuese ju pa drejtuar atëherë ushtruesi detyrës së presidentit, zoti Krasniqi, dhe në mes të tjerash atëherë gjykata pa thënë që e para s'ka kufizime për sa i përket detyrave dhe përgjegjësive të ushtruesit të detyrës së presidentit dhe si i tillë ai mund të konsultohet me gjykatën kushtetuese. Megjithatë, këtë standardin e konsultimit me gjykatën kushtetuese në vitin 2018 është ndryshuar ky precedent dhe përrjedhoi në gjykatën kushtetuese mund të adresohen çështje vetëm nga ana e palëve të autorizuar dhe duhet të merret një vendim, një dekret në rastin konkret nga presidenti në detyrë pas kalimit të kësaj afati, në mënyrë që ai pastaj dërgoi pyetje. Jo pyetje, çështje, dekretin mund të adresojnë numrin e caktuar i deputetëve, mund të adresojë institucioni i avokatit publik, kuvendi, mund të adresojë 6 tetor nëse s'ka president të ri, automatikisht. Po, kur bëhen 60 ditë prej ditës së nesme. Kjo është ideja, pra kush e konteston? Kush e dërgon kushtetuese? Jo, ka mekanizma, ka institucioni e avokatit popullit, varësisht prej natyrës së çështjes mund të adresohet çështja në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të prodhohet një rast për gjykatën kushtetuese dhe përrjedhoj ajo pastaj të bjen interpretimin në rast se eventualisht presidenti në detyrë vazhdon me qëndru deri në zgjedhjen. Për shembull, sepse në rast se shkon vendi në zgjedhje me automatizëm, atëherë gjykata kushtetuese në interpretimin e fundit ka thënë që sipas fuqisë kushtetuese nuk ka nevojë fare për dekret. Shkon automatikisht në zgjedhje. Kuptueshme, me akt gjykimin e fundit. Shkon me automatizëm. Pastaj konstituimi i kuvendit, për shembull rregulloria e punës së kuvendit ka përcaktuar mekanizma kur edhe hipotetikisht presidenti nuk e thirr fare